Vuani nga fryrja e barkut. Këto janë disa ushqime që nuk duhet i konsumoni. Fryrja e stomakut, dispepsia, kapsllëkose, diarrea janë të gjitha të zakonshme her pas here, por çka nëse nuk janë edhe për shkak të ushqimeve jo cilësore? Ndaj në këtë video do ju tregojmë disa mënyra alternative si të lehtësoni fryrjen e barkut duke evituar një sër ushqimesh nga dieta juaj. Këto ushqime, shpesh të larta në fibra ose lloje të caktuara sheqernave, vështirësojnë tretjen tuaj. Disa ushqime të cilat mund të prekin më shumë këtë problem janë fasulet, thjerrzat, lakra, brokoli, gjithashtu edhe lule lakra, lakra e Brukselit. Produktet e qumshtit që përmbajnë laktozë si qumshti ose djathi mund të ndikojnë në çështjen tuaj. Fruktoza që gjendet te disa fruta ose shpesh përdoret si ëmbëlsues në pije jo alkolike ose në karamele, gjithashtu dhe sorbitoli, mund të ndikojnë në krijimin e fryrjeve të barkut dhe rritjen e gazrave.